tregtisë të kohës. U riktheva në 97-ën, po ja themi që edhe për studion tuaj edhe për teleshikuesit tuaj, që janë shumë. U riktheva për 3 ngjarje në Elbasan. Ngjarje jo të vogla, po të mëdha. Kur i krijon bandat, që me Rolandi kam diskutuar edhe herë tjera, po do të ktheja. Banda Arian Tosko që ishte në Sarrik, banda e Tankateshit që ishte në Elbasan, dhe i Mandela që thoshte Mandela, po në Elbasan e mërda. Mandela. E kishte emrin Mandela? Jo, ishte pas pseudonimin. Arian Teqini, Arian Teqini. Jo, se kam dëgjuar, po ku ka gjetur këtë pseudonim Mandela? Po e tregoj, po. Kështu e kanë vënë emrat avor. Ishin 3 grupime, se i thoshin banda në atë kohë, po 3 grupime njerëzish të moshave të ndryshme, po kryesisht të ri, të cilit i bënë gjitha llojet e vepra penale nga më të ndryshme në këtë territor ku shtrinë aktivitetin. Po të tillë kishte grupe kriminale ku në gjithë Shqipërinë. Pse erdhën këto grupe kriminale do të shikojnë të parë fare? Shkaqet. Erdhën si rezultat i veprimeve të gabuara që bën nga koha. Që do thotë, duke dëmtuar sistemin ekonomik, duke marrur parat njerëzve, duke futur në firma piramidale, në masën më masive që mund të ndodhur në herë botë, nuk e di shtet tjetër si ne, që arrit deri të marrësh njerëzve edhe i qindarkat që thonë nga xhepi, po jo vetëm pronën, po edhe qindarkat. Jo pronë, po qindarkat që mbetën I dhanë edhe vetë, I futë kush? I dhanë dhe vetë. Jo, mos e zbut. Po realisht që mënyra dhe forma e tillë që vajte njerëzve u detyruan të çojnë në të gjithë ato kompani që e dim bashkë fare mirë dhe të tjera që janë këtu për momentin, ku i futëm edhe lam edhe shtëpiat, edhe banesa po edhe baktit e tjera fshati. Erdhën dhe nga jashtë shtetit dhe i futën këto firma. Duke u marrë në këtë mënyrë, në këtë formë, ato kompani që ishte të cilët mu vonë, pastaj nuk diskutohet që s'morën asgjë, kur dim që nga Ajdi Sejdia, që kryo dhe grupë, brapa Pallatit të Kulturës, e dim gjithë bashkë, vetë ju pasaj populli u ngritë dhe në kohë hakmarrë. Këtë e kam shprehur dhe përpara kolegët mi jashtë vendit kur më kanë pyetur. Çka ndodhi në Shqipëri kështu? Pse ndodhi ajo marrja e armëve, se të shkojmë edhe tek armët? Duhet ta rikujtoj pikërisht në këtë studio të veçantë, që e dim të gjithë, por ju morën në Shqipërisë 550.000 armë të asaj kohe, me gjë Hollandi ka qenë dhe pak kushtarak. 550.000 armë këmësori edhe 4 miliard fyshek të asaj kohe, nuk është shaka, u shpëndarë në popull. Dhe në kohën me që po bëjmë këtë, në kohën që u mundëm të ndërtojmë edhe shërbimet policore të kohës që të grumbullojmë këto armë bashkë me ushtrinë, me Ministrinë e Mbrojtjes. Mendimin edhe misioneve të huaja? Bashkë me misionet e huaja, sa na dhanë eksperiencën e tyre, po nuk është se ata realizuan gjë në këtë aspekt. Ata ishte thjesht pranë nesh për ta ndihmuar në kuptimin e trajnimit, asistencë dhe me si një lloj garancie. Kishte diçka ndim të tyre, po jo se e bëm neve bashkë. Edhe ne kemi marrë, po e them edhe prapë këtu. Se e kam thënë diku. Ne arrit të grumullojmë 1/3 atyre armëve. 1/3 është jashtë. 1/3 u trafikua në forma të veta. Me këto nuk do të kthehem tani bëjmë analizën e shtetit se ç'ndodhi, çfarë ndodhi, por realisht është kjo. Njerëzit u mësuan me armë në përdor. Po kush i mor armë? I morë edhe ata që ishin kriminalë. Kriminalë vjedhës, të cilët u perfeksionuan në forma të veta me këtë grupimin që tregova, sepse po të them vetëm kaq, se kam histori, po do prek dhe njerëz të mi që i kam në Elbasan se si janë vrarë. Në 10 minuta me një armë u vranë 5 veta në Elbasan. Në një vend tjetër për 10 sekonda, po e them shprehmisht, 10 sekonda në rrugën i themin e Vorreza u vranë 6 veta, po djem të ri. Të mosha tillë që mund mos e kishin kur asnjëri nga ata të vritesh, po të shkote minimalisht në një dënim të përkatëse të tjera. E gjitha kjo lidhet me çfarë i ka bërë politika këtij vendi? Pikërisht. Dhe më keq akoma, mund në mes të Elbasanit. Për 24 orë është bërë luftë sikur me qenë në luftën, si e them ne, në frontale. Dhe janë vrarë 4 veta, janë plagosur 4 të tjerë. Përfshi këto dhe Tankateshin, duke e heqë dhe syri. Solla këto 3 raste, se kështu kishim në Fier, kishim në Leva në difare mirë historinë që u vranë me Haregjit. Ati vranë Haregjit, nga burgu. Një band të jashtëzakonshme. Kështu patëm në Shkodër. Dhe është, mos i përsëris të gjitha, është vazhd e asaj historie që erdhi deri në këto ditë që të flasim sot. U shfrytëzua pikërisht
ky kontingent që pas ka mundësira për të goditur për të vrarë, për të arritur pastaj edhe në ngjarje të tjera që po vim edhe sot. Kjo është vërtet ajo shqetësimi që thash më që shoqëror, shtetëror, po është dhe shoqëror që të gjithë ne duhet të ngrihemi. Se thua me drejt që pse s'ngrihen organizata shoqërore, nuk ngrihen. Sepse po shikojnë, e kanë më lehtë kur thej vet, e kanë më lehtë të dalin tikën, largohen që këtej, bile largohen dhe ata që kanë konflikte jo të vogla, konflikte të rënda, sepse filloi si në asnjëherë në jetën shqiptare të merren femrat të dërgohen jashtë shtetit për prostitucion, siç e dini fare mirë.